Gjysh. Unë tash jam rritë e jam bo burë. E po du me ditë punën e Hasmit. Besoj që ka ardhur koha tash me marrë hokinën për babë. Jo, birë, jo. Ti je i ri, mi për lydurët me gjak. Nëse është nevoja, gjak marrë me unë edhe gjyshi. Ti e ki jetën për para, ose gotë. Po, kur mo? Shkun 10 vjetë, edhe kur gjonë s'po bani. As nuk po mleni muë. Unë e kom pas babë, e kom drejt me marrë gjak. Birë, me do shtone, sot dalë edhe marrë gjak, ishë në pritaj. Ato shpirtin ma kanë ndjekë. Në vaktin ma të mirë, ma kanë vrat djalin. Ty të kanë lanë jetim. Tu konë si fmi. E në nëntane, në vjetët ma të mirë e lanë dhej. Nuk është mirë veshna me vujtë. Donë me vujtë edhe ato për ato që na i kanë bërë neve. E kur është aja dita gjysh? Edhe imëtën, e vllohë tem, nuk muj me latë veç me një gjak. Me dalë me vra ato që ashtu kështu deka i ka ardhë. Jo, nuk bëndë kjo puna shkallaj. Nuk latë gjaki kështu. Po, jo, a e keni nërmen me bëndë diçka, a veç jeni të ma pështjellë muë. E jeni të prit me më kalu koha muë. Që jeni të tutë kalëzanë. Nga birë, ty s'duhet me t'interesu kjo punë. Po mas i po vetë. Po t'kallëzoj. Vratë se i babës tanë. Mas i me ka vratë djalin. Në kryet 2 vjetëve. U që edhe ka dhënë djallë. Edhe mo, edhe familjen, në kanë lëndu edhe më shumë. Mo e me më ndjek në shpirt, me ma vrat djallin. E hajmu që me vrat djallë. Koza na pas ka varanu, vëllaj. A peshe që nuk e këna lona këtë e tash. Po, ngoj e gjyshin, e lene ta krynë deri në fond. Koha kalon shumë shpejt. E djali ti na i det hindran borrave. I vjen koha e martesës. E si të vendosin me martu. Që besa ka me vra në ditën e martesës. Ose e lojna edhe më martu. Masit martu o taj, e bashkë që atëherë, kër ato menujt që janë rahatu, a nëzirë me hakin bashkë kur se prit heq. Pse, a ju jep në i kush nusa aty në Belaua? Po virë, edhe unë nuk besoj. Po, shas ban puna vakina, është edhe o pesur amend në kuj. Oj, nan, kush vllave? A mos ka dalë me lujt jashtë? Po, non, që ty e lash të lujt në barë? A, në barë. Po, që po te kana? Që po lu? Po e thaj, nan, mos më dalë jashtë. Po, i thash, mos u bën merak ty. O, bab, po du me thull dishka. Farë që ka poshli. Unë së më pësha vllave në kështu në këtë gjendje. Ajo është fëmi. Ajo nuk pëden shka është me dalë me lujt me shokë. Veç në herë që aty në barë kur po vjen në shokë. I ka bo 8 vjetë. Kretë shokë të vetë janë të shku në shkollë. Ajo nuk e den ala shka është shkolla. E di oj bib. Çka keme po? Nuk po këtë sajt jale me lëshu është. Unë po menoj me full me kësheret, ose me plakin e katunit, me qu djalin të dajtë. Është katun tjetër, janë larkë. Shkon në shkollë, lunë me fmi, është ma i lirë. Ma mirë le ta merë mallin neve, e le të rritet ai në liri. Ah, moj bi. E ku menu edhe une. Po, ka me marrë malli ata për neve, e
Së ne përballon. Po i non, diçka duhet me bo. Nuk mundet ati mi kalu jeta kështu. Ta shritët edhe kam marrë vesh herët ta vonë. Ja bre jëvi, ata nuk qisin pushkën fëmi. Po na nuk ban me leu. Do të me neru. Unë kam e folë me plakën e katunit. Do ta qeje në të libes për t'jolin. Mos i ka me shku në shkollë, nuk ma me mene që nuk na jo bilbes. Mirë pas në menu shumë vallë. Heq mos e zgatë këtë punë. Mirë se t'ka prunë Zotë e dashamir. Mirë se ju të gjeta. Po ju të shpia qëni me hale, me mërzia. Mirë o pleshnar, mirë me thonë. Qështë ta ke shkru Zotë edhe që është të babajnë. Po ti, shfare mirë të prunë, knejse, ma të s'kemi pa. A bre, dihet si plak i katunit. Shkat krise kejt po kris për me kryen teme. Une po duhet mi dal në krye. Ta ka prish në kosha, veç kallëza e na dorë mi drejtojmë atë punë. Rudnafshti e Zoti mos na lasht pa dashamir. Po se bepi që kam ardhë, a shumë i ranë. Inshallah, nuk ma zini për të madhe, nuk ju jetë hatri. S'po du me ju mërzit, pa ato shumë kanë ngushtu. Fol pas fol. Mos u ngushto. Neve na ki këtu. Keq ka ke puna. Nani ju thrit pak, ka dalë pak, mos u gutni. Mos folni shumë fjalë të mëdha, se mandej duhet me qëndru mbrapa këtine fjallëve. Atëherë, folë pleqnar. Mos u ngushto. Ke shka ke nëzirë. Edhe mos u madhë, kur zhënë prej kësaj pune, na jemi këtu për me të ngu. Edhe unë s'po du me ju ngushtu. Po kjo nuk është punë që i mshelet letë. Për që ta dhe unë s'm po bërë në rahat. Atë pas kanë dërgu ata për naj bes ose naj muhabet vjetër. Te dhe sa ta punë naj kemi mshel. E di. E di se gjaku nuk falet. Se është mshel kjo punë. Po, është një situatë pak ndryshe. Për që ta erdha, thash ta foli me ju. Me falë gjak, s'kena. E në kofë na i sen qëtër, falë. Atë fëmijën që e kanë 8 vjetë, e kanë nguju, për me jo ngu juve fjallën. Që besa fjallën e kanë majtë. Po, pragun e derës nuk e kanë lujtë. Po lypin besë për qatë fëmi për me të në shkollë. E di se ju nuk qoni me marrë gjak në fëmi. E për që ta vendosa, juve me ju vetë. Ti fort mirë di se na nuk marim gjak në fëmi. Edhe krejt na njofin për ndajre për kanon. Po pas kanë ba mirë që se pas kanë zërë,
Se na I kishën ma ne 2 gjaqe bërç. Une nuk jam për më jodhon besë. Se mu e nipi unë bashkë në moshën e tina, gati se kam pas lënë jetem. E ata mu knash tash, nuk po më duket mirë, po. Edhe unë jam mës mi udhon besë. Qyshe kanë bo belon, le t'i vujnë pasojat. Nalu, bre, nalu pak, shkajnë të fjallë. Mos gute. Ju pa, apo doni me shkatru jetën I fëmija që nuk o ka një lem kur ka ndodhë kjo. Flumt moj fisnike. Ti nuse nuk takon me opërzi. Unë nuk lejoj me poshnu gjakën I djalit. Edhe une kam djallë. E di shka është e vladi. Une jam djek, e s'po du mu djek edhe një non pa faj. Me ja majt fëmine ngujum, është ma keq se m'ja vra. Ai fëmi mu rrit, e mos me pa jetën, shka I duhet jeta atina. Ju a kini zemër, a kini gjyna, ша po doni me bo tash? Mire ki, moj nuse, mire ki. Ki drejt, po. A e kanë menu ata kur ma lan nipin pa baba. Dhe ku na I djekën shpirtin këtë familjes. As nona e ati djalit, as ai djali nuk kanë faj. Edhe une kam mejt pa burr. Djali jam ka mejt jetim. Kështu që edhe une kam drejt me fol. A është qështu, pleqnar? Ki të drejt edhe shumë, moj fisnike, se dhe ti ta kanë djekë shpirtin. Mirë, atër mos e zgatni. Une nuk e lejoj me nguju një fëmi. Qoni fjalë që ne talshojnë djalin, e ne të shkon shkollë, e ne të hecë në përkaton. Kur bëhet burr, atëherë ne të ngujohet nëse doni. Po deri atëherë, ne del, ne ta sheh jetën, se na nuk jena katila. Mos I ti po thu që është në bi, që është të koftë.